Ish-presidenti i Kosovës Bexhet Pacolli ka pritur në rezidencën e tij në Lugano ish-presidentin e Republikës së Afrikës së Jugut, Jacob Zuma, së bashku me familjen e tij. Pacolli e ka cilësuar këtë vizitë si një nder dhe privilegj. I nderuar dhe i privilegjuar nga vizita e ish-presidentit të Republikës së Afrikës së Jugut, zotit Jacob Zuma, së bashku me familjen e tij në shtëpinë time në Lugano. Një takim i ngrohtë dhe i paharrueshëm që forcon lidhjet miqësore dhe respektin e ndërsjellët, ka thënë Pacolli. Kujtojmë që vite më parë, me ftesë të presidentit të Afrikës së Jugut, Jacob Zuma, zëvendës kryeministri i parë i qeverisë së Republikës së Kosovës, Bexhet Pacolli, do të merrte pjesë në shënimin e 100 vjetorit të partisë më të madhe jugo-afrikane, Kongresi Kombëtar Afrikan. Në këtë ceremoni jubilare, e cila do të fillonte të shtunën në qytetin e Afrikës së Jugut, pritet të merrnin pjesë më shumë se 46 president nga shtete të ndryshme të botës. Përveç takimit me presidentin Zuma, zëvendës kryeministri Pacolli pritet të takojë edhe me udhëheqës të tjerë shtetesh që ende nuk e kishin njohur Republikën e Kosovës. Kongresi Kombëtar Afrikan ishte partia e cila u themelua në 1912, ndërsa synimi i saj në vazhdimsi mbeti ndërtimi një shoqërie pa dalline raciale, gjinore apo kombëtare. Udhëheqësi i kësaj partie para 13 vitesh ishte presidenti i Afrikës së Jugut, Jacob Zuma.